Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtat. Edicionin e lajmeve për sonte fillojmë me zhvillime politike dhe flasim për procesin zgjedhor, i cili për dikë vetë se ka filluar. Shumë argjimtar e kanë shfrytzuar të drejtën e votës përmes postës e te disa nuk janë dërguar akoma fletvotimet. Derisa KQZ-ja ka menduar edhe për më të moshuarit që t'u lehtësojnë votimin më 7 qershor. Para 9 ditëve përfundoi afati për regjistrimin e votuesve nga diaspora. Kësaj radhe u shënua rekord me rreth 132.000 kërkesa të aprovuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Prej tyre rreth 80% do të votojnë duke dërguar fletvotimin e tyre në kutitë postare të parapara. Mirë po ndonë se kjo periudhë ka nisur që 5 ditë, ende nuk janë dërguar të gjitha pakot me fletvotime. Pra, nga rreth 105.000 votues sa janë të regjistruar për të votuar përmes postës, deri më tani pjesa më e madhe e tyre, mbi 94.000 kanë pranuar pakon individuale, në të cilin gjendet edhe fletvotimi pra për të votuar përmes postës. Pjesa e mbetur e pakove janë në proces sipër do thotë të shpërndarjes dhe kjo do të përmbyllet gjatë ditëve në vazhdim. Kurdo që pranohen ato, mërgjimtarët kanë afat deri me 6 qershor për ta ushtruar këtë të drejtë që gëzojnë. Ndërkaq atë ditë zhvillohet edhe votimi në përfaqësitë diplomatike të shtetit të Kosovës. Ndërka shtetas të Kosovës që kanë përzgjedhur apo janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësitë diplomatike e që janë rreth 28.000, duhet të presin datën 6 qershor për të votuar në përfaqësitë diplomatike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që t'ju mundsoj votuesve mbi 80 vjeç që të regjistrohen përmes platformës elektronike për të votuar përmes ekipit mobil në ditën e zgjedhjeve nga vendbanimi apo adresa e tyre. Aktivitetet para elektorale kanë filluar, por fushata zyrtarisht nis së njëjtën. Po në ditë me fillim nga ora 19:30 në palestrën sportive Bill Clinton në Ferizaj, lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj hap zyrtarisht fushatën zgjedhore. Në të njëjtin qytet, vetëse në sheshin para komunës e në ora 20, edhe Partia Demokratike e Kosovës njoftoi se do të hap zyrtarisht fushatën e saj zgjedhore. Ndërkaq, po të njëjtën ditë, në sallën 1 tetori në Prishtinë nga ora 18, Lidhja Demokratike e Kosovës hap fushatën dhe prezanton kandidatët për deputet. E Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka njoftuar se do të hapin fushatën zgjedhore në Gjakov të njëjtën në ora 19:45 tek platoja e parkut të qytetit. Për subjektet politike në Kosovë ka një mesazh edhe Muftiu Naim Tërnava. Ky në mesazhin në prag të festës së Kurban Bajramit ftoi partitë që të bëjnë fushat pa përçarje, me dinjitet dhe maturi. Si para çdo feste islame doli për një adresim kushtuar qytetarëve e besimtarëve. Një ditë para Kurban Bajramit, Muftiu i Kosovës Naim Tërnava uroi muslimanët duke bërë thirrje për dashuri, unitet dhe solidaritet. Kjo fest bart në vete dhe simbolikën e Kurbanit, një akt i lartë, bindjeje, sakrifice dhe afërsie me Zotin e Madhrishëm. Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët, kur ndihmon nevojtarin, kur afron zemrat dhe forcon solidaritetin mes njerëzve. Në mesazhin e tij para festës u theksua nevoja për ruajtjen e traditave shqiptare. Sot më shumë se kurrë kemi nevojë të ruajmë traditat tona më të mira, të forcojmë familjen si themel të shoqërisë dhe të kultivojmë respektin, dashurinë dhe kujdesin për njëri tjetrin. Bajrami është festë që bashkon gjenerata, hap dyert e zemrës dhe rikthen vlerat e mirësisë, faljes dhe mirëkuptimit. Përveç festës, Tërnava foli pak edhe për zgjedhjet parlamentare që presin Kosovën me 7 qershor. Nga Bashkësia Islame, Muftiu kërkoi nga partitë politike që të zhvillojnë fushat me dinjitet dhe maturi. Ju bëj thirrje të gjitha forcave politike në vend që fushatën ta zhvillojnë me dinjitet, maturi dhe respekt. Larg gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Le të garohet me ide, vizion dhe përgjegjësi ndaj dheut, sepse sovrani është qytetari dhe vullneti i tij duhet të respektohet mbi çdo interes politik. Pavarësisht rezultatit, Kosova ka nevojë për unitet. Kurban Bajrami do të falet të mërkurën në orën 5:40 në të gjitha xhamitë e Kosovës.
Si rëndom për këtë fest, besimtarët e fesë islame bëjnë thirrjen e kurbanit, por sipas një organizate, çmimi për këtë ritual është ngritur ndër vite. Kjo periudhë po shfrytëzohet nga ta për t'ju dalë në ndihmë familjeve në nevojë. Të mërkurën, besimtarët e fesë islame shënojnë Bajramin. E një ndër ritualet e kësaj feste është thirrja e kurbanit. Por, sa ka ndryshuar çmimi i tyre ndër vite sipas Islamic Relief Kosova? Vitin e kaluar ka qenë 180 euro. Kurbani këtë vit është ngrit për 20 euro çmimi i kurbanit. Mirë po këtë vit kemi bërë përjashtim, kemi ofruar mundësi për njerëz që dëshirojnë me realizu si aktivitet fetor, si ibadet që është kurbani, edhe për jashtë vendit, shkaku që Islamic Relief është organizatë ndërkombëtare dhe ka rrjetin e saj edhe në vendet e varfra të Afrikës. Kjo organizatë angazhohet që në këtë ditë feste të gjithë besimtarët të shijojnë pak nga kurbani. Me siguru kofsht, me bë thirrjen e tyre, shpërndarjen e tyre tek nevojtarë, tek familjet tona me fëmijët tim, por njëkohësisht edhe donatorëve ua kemi mundësu që ata prej pagesës tyne që e bojnë, kanë mundësi me marrë një pjesë të mishit kurbanit të tyre, që është dikon 6-7 kg mish, dhe shijojnë edhe kurbanin e tyre, njëkohësisht edhe ndihmojnë këto familje në nevojë. Jo vetëm në festën e Bajramit, kjo organizatë kujdeset për mirëqenien e mbi 1.000 familjeve në Kosovë, duke përgatitur raporte për gjendjen e tyre ekonomike e shëndetësore. Siç edhe u paralajmërua në mbledhjen e qeverisë para disa ditëve, sot janë ekzekutuar shtesat prej 100 eurosh për fëmijët dhe pensionistët. Kështu ka bërë të ditur Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Qërimtare. Ministria njofton që është ekzekutuar mbështetja njëhershme për fëmijët në vlerë të 100 eurove, thuhet në njoftim. Derisa ministri në detyri financave, Kuran Murati, ka njoftuar se studentët tani mund të fillojnë aplikimin për marrjen e këtyre mjeteve përmes platformës e-Kosova. Për 100 euro që i ndau qeveria në detyrë në prag të zgjedhjeve pati shumë reagime. Dikush i mirëpriti, por plot patën kritika që po shfrytëzohet si formë për të fituar vota. E qëndrimin e tyre ndanë sot në emisionin Kosova Live edhe disa nga përfaqësues të disa kategorive në shoqëri. I ndjekim së bashku. Çdo ndihmë është e mirëseardhur. Mirë po, ndihma krijon varfëri. Ndihma është një lloj droge e cila të kënaq për momentin, por pastaj krijon varfëri dhe ti gjithmonë do të kesh nevojë për ndihmë, për infuzione, po kur nuk do të jesh i mjaftuar. Domethënë, ne kërkojmë mjaftueshmëri sepse kemi kontribuar për gjithë jetën tonë, i kemi dikun parat tona për të cilat as kjo legjislaturë qeveritare nuk po interesohet, ndërsa e ka shumë lehtë ta bëjë këtë punë, nëse di nëse do. Për pagën e 13 qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik ndau 70 milion euro. Dhe për punëtorët e sektorit privat Kosovës qeni të bindur që në kjo në formën çysh e ka bë nuk do të kushtoj as 10 milion euro. Përderisa ne kemi thonë jemi 3 fish në numër më i madh i punëtorëve të sektorit privat. 3 fish paguajmë për buxhetin e Kosovës, ne jemi nda 8 fish më pak se sa që u duhet më nda. Ç'a mund të themi për një pagë prej 100 euro, po themi ndoshta ka me kriju, po themi huti përçari, por do të dalë edhe diçka në sipërfaqe ajo që kemi thonë ne që punëtorët i kemi jashtëzakonisht pa kontrata dhe pa mbështetje edhe të mahershme, kështu që kanjere kur thuhet shoqëri Qiraki dhe kjo pam dhe ju tani do ta shihni se sa kemi punëtorët pa kontrata pune dhe pa sigurum. Një ankesë ka edhe Bashkësia e Komunave në Kosovë. Nga ky asociacion thonë se rregulloria për rekrutim në shërbimin civil cenon autonominë e komunave. Për këtë, madje po paralajmojnë të drejtojnë edhe kushtetuesës. Njeni 4.6, ku aty thuhet se procedurat e rekrutimit për shërbimin civil zhvillohen nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përveç disa institucioneve të veçanta në këtë rast, aty theksohet që fushveprimi i kësaj rregullore nuk aplikohet për Presidencën e Republikës Kosovës, për Gjykatën Kushtetuese të Republikës Kosovës, për sistemin e drejtësisë,
Kuvendin e Republikës Kosovës. Domethënë këto komunat nuk janë të përfshira dhe në bazë të përvojave të kryetarëve gjatë kësaj periudhe të shkurt kohore, kjo rregullore ka filluar t'i prekë edhe komunat e Republikës së Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur sot në takim drejtoreshën e Qendrës Kulturore të Kosovës në Paris, Frederik Dyversin. Zyra e kryeministrit tha se Kurti ka falendëruar atë për përkushtimin e saj shumë vjeçar ndaj Kosovës dhe për kontributin në promovimin e kulturës kosovare në Francë. Ai vlerësoi angazhimin e saj të vazhdueshëm që nga vitet e 90-ta, si dhe mbështetjen që ajo u ka dhënë artistëve, studentëve dhe studiuesve të rinj kosovar, përmes krijimit të mundësive për zhvillim akademike kulturor në Francë, thuhet në njoftim. Zyra e kryeministrit tha se gjatë takimit u diskutua për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fushën e kulturës dhe arsimit. Një takim i rëndësishëm është zhvilluar edhe në Lugin, atje ku dy kongresistë amerikan, njëri demokrat e tjetri republikan, qëndruan për vizitë. Këta thanë se gjatë qëndrimit ju konfirmuan problemet sipas tyre mes shqiptarëve dhe Serbisë. Përgatitjet e tyre tregonin se po ndodhte një vizitë e veçantë. Në luginën e Preshevës, këtë martë zbretën dy kongresistët amerikan, Keith Self dhe Suhas Subramaniam. Ata u mirëpritën nga kryetaria e Preshevës, Ardita Sinani. E për ta u ndo edhe mirënjohje. Sinani për këtë takim doli me një adresim në rrjetin e saj social në Facebook, duke e cilësuar si një moment të rëndësishëm për shqiptarët. Është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe historik për shqiptarët e këtij rajoni. Kjo vizitë po dëshmon se angazhimi ynë i vazhdueshëm dhe takimet lëbuesi që kemi zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar po japin rezultatet e para konkrete. Edhe fakti që dy kongresmen amerikan sot kanë ardhur për të parë nga afër realitetin terren, pozitën e pavolitshme dhe diskriminuese të shqiptarëve të luginës së Preshevës, kjo normal që e ka një domethënie të veçantë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për ne. Por, çka diskutoi Sinani me kongresistët, njëri demokrat e tjetri republikan. Diskriminimi institucional, pasivizimi i adresave apo mosnjohja e diplomave të Republikës Kosovës, shkalla e lartë e papunësisë, shpërngulja e trinjve, mosbatimi i marrëveshjeve të arritura, por edhe bllokimi i mjeteve të fondit të Republikës Kosovës nga ana e Serbisë për mbështetjen e shqiptarëve që po jepen këtë rajon. Po ashtu edhe kemi ngritë edhe shqetësimet lidhur me paralajmërimet për shërbimin e detyrueshëm ushtarak. E vetë Self para mediave deklaroi se problemet janë evidente siç edhe dihej. Gjersa paralajmëroi një vizitë edhe në veri të vendit. Kemi parë se ka probleme reale mes shqiptarëve dhe Serbisë, siç edhe kemi ditur, por do të shkojmë edhe në Kosovë për të mësuar për pakicën serbe atje. Pra, po i vizitojmë të dyja vendet për të kuptuar se si trajtohen pakicat dhe cilat janë të drejtat e tyre. Dy amerikanët takuan edhe deputetin shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberin. Ky, përmes një njoftimi në Facebook, tha se ky takim ka rëndësi veç të tjerash dhe se po realizohet në kohën ku shqiptarët e luginës po përballen me politika diskriminuese. Posto, delegacioni i kongresistëve amerikan i drejtuar nga republikani Keith Self ka rritur në Kosovë. Delegacioni ka kaluar pas dite në kampin Bonstill, ndërsa është pritur nga ngarkuara me punë ambasadën e SBA-s në Kosovë, Anup Ratipati. E ngarkuara me punë, Anup Ratipati mirëpriti një delegacion të Kongresit Amerikan të udhëhequr nga kongresisti Keith Self në Kosovë. Delegacioni kaloi pas dite në kampin Bonstill, ku takuan me ushtarët e përkushtuar të komandës rajonale Lindje të Kforit dhe grupit mbështetës për Ballkanin, thuhet në njoftim. Ndrojmë temë, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka ngritur alarmin për ngecjen e reformës në drejtësi, duke vlerësuar se zbatimi i strategjisë për sundimin e ligjit 2021-2026 ka mbetur larg objektivave të parapara. Në raportin Reforma në ngërç, IKD kritikoi institucionet për mungesë progresi, koordinimi dhe planifikimi. Me 11 gusht 2021, qeveria Kurti 2 miratoi strategjinë për sundimin e ligjit 2021-2026. Mirë po, objektivat e tyre nuk u arritën asnjëherë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Në raportin Reforma në ngërç që publikuar të martën, drejtori ekzekutiv i KD Sehat Miftaraj kritikoi institucionet për moszbatimin e strategjisë. Rrugës kemi bërë fatkeqësisht që shumë ligje që miratu në 2-3 vitet të fundit janë miratu në kundërshtim me vetë objektivat e strategjisë. Këtë kemi një parti politike në pushtet, e cila ka miratu strategjinë 2021-2026, është pajtu me këtë strategji edhe është pajtu do të thënë me aktivitetet objektivat që kemi ndërmarrë për me spajtu në 5 vitet në vazhdim. Zëvendës kryesuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, tha se KGK ka luajtur rol kyç në ruajtjen e vazhdimësisë së reformave në drejtësi, pavarësisht mungesës së planit të veprimit për disa vite. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka siguruar vazhdimsinë dhe funksionalitetin e reformave përmes planeve vjetore të punës dhe mekanizmave të brendshëm institucional, duke garantuar që objektivat strategjike të mos mbesin vetëm në nivel deklarativ, mirë po edhe të materializohen përmes veprimeve konkrete dhe rezultateve të matshme. E kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, kërkoi që gjetjet e raportit të trajtohen me seriozitet institucional. Ne jemi të vetëdijshëm se ka ende shumë punë për të bërë dhe se reforma në drejtësi është proces i vazhdueshëm dhe kritikat konstruktive do të na shërbejnë si shtysë që të vazhdojmë edhe më shumë për kushtimin, profesionalizmin dhe përgjegjësinë. Nga Ministria e Drejtësisë nuk ka pasur përfaqësues gjatë publikimit të këtij raporti. Flasim tani për promovimin e librit me kujtime nga lufta, Treni në kufirin mes tmerrit dhe lirisë, me autore Eliza Hoxhën. Kjo vepër u tha që sjell dëshmi, reflektime dhe rrëfime mbi përjetimet e luftës në Kosovë. Rrëfime nga lufta zon vend në faqet e këtij libri. Atë tash do të mund ta lexojnë krejt ata që duan të rikthehen në kohë e të dëgjojnë zërin e viktimave të luftës në Kosovë. Përmbajtja e titulluar Treni në kufirin mes tmerrit dhe lirin me autore Eliza Hoxhën u vlerësuan larg nga ambasadori britanik Jonathan Hargreaves. Dëshmia këtu flet për frikë dhe humbje, dhe jam i sigurt se për shumë njerëz këtu kjo frikë dhe ajo humbje mbetet pjesë e historisë së tyre. Por këtu dëshmi flasin edhe për qëndrueshmërinë dhe na sillen ndërmend se të gjitha këto përvojat që kemi kaluar lidhen drejt për drejt dhe me të drejtat e njerëzit. Prandaj këtu kanë të bëjnë me të kuptuarit jo vetëm të së kaluarës, por edhe të së ardhmes. E vetë autoria e këtij libri theksoi rëndësinë që të dokumentohen krimet që forca serbe kryen në Kosovë. Është tepër e rëndësishme që 27 vite pas luftës, jo të gjitha përpjekjet tona, qofshin për liri ose edhe përvojat tona që i kemi pasur në rrethana të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës, janë dokumentuar. Kjo vepër synon të jetë një urë komunikimi ndërmjet gjeneratave. Libri nuk është thjesht përmbledhje kujtimesh, por platformë për dialog midis gjeneratave dhe ballafaqim konstant me të kaluarën. Duke i hapur këto faqe, ne bëjmë një akt kujtesë dhe një premtim ndaj vetes që historia të mos mbulohet si lumente e Prishtinës. Promovimi i librit u mbështet nga ambasada britanike në Kosovë. E një aksident ka ndodhur sot pas dite në rrugën Klin-Gjakov mes një automjeti dhe kamionetës Forcës së Sigurisë së Kosovës. Nga ky rast, 3 persona morën trajtim pasi që pësuan lëndime. E brenda 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 68 aksidente trafiku, ku në 25 pati të lënduar e në 43 dëme materiale. Flasim tani për zhvillimet në Shqipëri, ku gjatë së martës është mbajtur një protestë në Tiranë në mbështetje të studentëve të Maqedonisë së Veriut për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Aty janë mbledhur student nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Protesta nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi me marshim drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në kryeqytet. Me flamuj kuqezi në duar, plista në kokë dhe në ritmet e tupanëve, protestuesit mbretën para ambasadës, duke mbajtur një poster të madh me mbishkrimin "Ne jemi bashk". Slogani i kësaj proteste ishte "Një gjuhë na bashkon përtej kufive". E me këto lajme nga sporti, ne po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.